Thot qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim. Thuaj, o robët e mi që I keni bazë vetvetes, I keni shkel saqet, I keni bë keq vetes duke I shkel saqet Allah Azza wa Jall, la taqnatu min rahmatillah. Mos e humni shpresën nga mëshira e Allahut Azza wa Jall, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Me të vërtetë që Allahu I falë të gjitha gjunahet, innehu huwal ghafurur rahim. Me të vërtetë që është falës I madh dhe mëshirë plot. E po ashtu Allahu Azza wa Jalla tregon në një ajet tjetër duke thënë: "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu." Kush bën ndonjë vepër të keqe ose kërkon veten e tij me gjunah, thumma yastaghfirillah, edhe pastaj I kërkon falje Allahut Azza wa Jall, yajidillahu ghafurar rahima, atëherë I ka me e pa se Allahu Azza wa Jall është falës edhe mëshirë plot. Këto 5 kushte, me kanë ky bendim I sinqert për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, me një njeriu keqardhje për gjunahin që ka bë, me ndërprej direkt atë gjunah që e ka vepruar, me kanë I vendosur që mos me u rikthy më në këtë gjunah, dhe po ashtu ky pendim me kanë para se me ardh afati që nuk pranohet më pendimi të Allahut Azza wa Jall. Kur përmbledhen këto 5 kushte të pendimit, atëherë Allahu Azza wa Jall e pranon pendimin e njeriut, sa do I me këtë gjunah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilin ne kena shembullin tonë më të mirë, I ka kërkuar falje shumë shpesh Allahut Azza wa Jall gjatë ditës së tij. Në thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fi al-yawmi 100 marra." Me të vërtetë që unë pendohem dhe I kthehem Allahut Azza wa Jall me pendim 100 herë në ditë, ndërsa në një transmetim tjetër në thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fi al-yawmi akthara min 70 marra." Pasha Allahun, me të vërtetë që unë I kthehem Allahut Azza wa Jall me pendim dhe I kërkoj falje atij më shumë se 70 herë në ditë. Edhe gjatë udhimit kafsha atij I ik, ndërkohë që ai ulet dhe mbështetet tek një pemë duke mos shpresuar që ka me gjetë më kafshën së bashku me ushqimin edhe pijen e tij. Ndërkohë që duke qenë në këtë gjendje I dëshpëruar, vjen edhe shef kafshën e vet. Ndërkohë prej gëzimit të madh, ai thot: "Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk." O Allahu, jam ti robi jam dhe unë jam Zoti jot. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Akhta'a min shiddati al-farah." Ka gabu prej gëzimit të madh. Ka gabu prej gëzimit të madh. E Allahu Azza wa Jall gëzohet më tepër se sa ky person me pendimin e njeriu të kthimit e njeriu tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Vazhdimëria në një gjuna apo në shumë gjunahe me keni vazhdueshëm njeriu, atëherë kjo gjë është shkak për në ngurësu zemra jonë, në u bë e zezë, hur, më vullos për zemrë. Edhe më vonë për zemrë mos me dallu mes të kotës edhe të vërtetës, mos me dallu mes të mirës edhe së keqes. Në lidhje me këtë gjë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në thënë në hadith: "Inal mu'mina idha adhnaba dhanban", kur besimtari I Allahu Azza wa Jall e bën një gjuna, kanat nuktatun sawda'u fi qalbihi, vënoset një pikë zezë në zemrën e tij. Fa in taba wa naza'a wastaghfara saqala minha. Qosa I pendohet, hek dorën nga ky gjuna, edhe I kërkon falje Allahut Azza wa Jall, ai pastrohet prej kësaj pikë të zezë. Wa in zada zada, edhe nëse I shton gjunohet, shtohen këto pikët e zeza në zemrën e njeriu. Hatta yughallafa biha qalbuhu, derisa zemra e tij thot pejgamberi selam bëhet komplet e zezë. I mulojnë këto pikat e zeza komplet zemrën e tij. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Fadhalika ar-ranu alladhi dhakara Allahu fi kitabihi kalla bal rana ala qulubihim." E kjo është ajo vula, ajo pjesa që e mbulon në zemrën e të cilën përmend Allahu Azza wa Jall në librin e tij: "Kalla bal rana ala qulubihim." Zemrat e tyre u vullosen, thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu mos na I bëj zemrat tona në atë lloj forme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë gjë thënë: "Inna Allaha yaqbalu tawbata al-'abdi ma lam yugharghir." Me të vërtetë që Allahu Azza wa Jall e pranon pendimin e njeriu derisa të vijë atij shpirti për më dalë. Secili I vënesh ka mangësi dhe gabime në veprat e tij, në fjalët e tij apo në qëllimet e tij. E kjo konform fjalës së profetit sallallahu alaihi wasallam,
kullu ibn Adam khata wa khairul khata'in tawwabun. Secili njeri është gabimtar, dhe gabimtari më i mirë është ai i cili i drejtohet Allahut Azza wa Jalla me pendim, kthehet tek Allahu subhanahu wa ta'ala me pendim. Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij na kanë nxjerrë që t'i drejtohemi Allahut Azza wa Jall me pendim. Më kthy tek ai me pendim të sinqert. Duke thënë Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e tij të mëdhnuar: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuha al-mu'minuna la'allakum tuflihun." Të gjithë ju besimtarë kthehuni tek Allahu të pendum në mënyrë që të arrini shpëtimin. Për Allahu Azza wa Jall e lidh shpëtimin ton e pendimin dhe kthimin tek ai subhanahu wa ta'ala. Po ashtu Allahu Azza wa Jall thot: "Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha." O ju që keni besuar kthehuni tek Allahu Azza wa Jall me pendim të sinqert. "Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum." Në mënyrë që Zoti juaj më falë gjunahet tuaja, o yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, edhe më ju fut ju në kopshte në të cilat rrjedhin lumej. E pra nëse dikush don me fitu dashninë Allahut subhanahu wa ta'ala, një prej rrugëve më të mira dhe më efektive është kthimi tek ai me pendim të sinqert. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilin ne kena shembullin ton më të mirë, i ka kërku falje shumë shpesh Allahut Azza wa Jall gjatë ditës së tij. Në thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fi al-yawmi 100 marra." Me të vërtetë që unë pendohem dhe i kthehem Allahut Azza wa Jall me pendim 100 herë në ditë. Ndërsa në një transmetim tjetër na thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fi al-yawmi akthara min 70 marra." Pasha Allahun, me të vërtetë që unë i kthehem Allahut Azza wa Jall me pendim dhe i kërkoj falje atij më shumë se 70 herë në ditë. Allahu subhanahu wa ta'ala kur robi i tij pendohet, i gëzohet me pendimin e tij me një gëzim të tillë që na përshkruan profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith, duke na thënë që Allahu gëzohet më shumë kur robi i tij kthehet me pendim, më shumë se sa dikush i cili udhton me kafshën e tij, ku ka në këtë kafshë ushqimin edhe pijen e tij, udhton për në shkretin. Edhe gjatë udhtimit kafsha ati i ik. Ndërkohë që ai ulet edhe mbështetet tek një pemë duke mos shpresuar që ka me gjetë më kafshën së bashku me ushqimin edhe pijen e tij. Ndërkohë që duke qenë në këtë gjendje i dëshpëruar, vjen edhe shef kafshën e vet. Ndërkohë prej gëzimit të madh, ai thot: "Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk." O Allahu jam, ti robi jam dhe unë jam Zoti jot. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Akhta'a min shiddati al-farah." Ka gabu prej gëzimit të madh. E Allahu Azza wa Jall gëzohet më tepër se sa ky person me pendimin e njeriu të kthimit e njeriu tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndërkohë që profeti sallallahu alaihi wasallam po ashtu na tregon duke na thënë që Allahu Azza wa Jalla pranon pendimin, thot: "Law kana li ibni Adam wadiyan min malin labtagha wadiyan thalitha." Nëse njeriu do kishte 2 lugina me pasuni, do të kërkonte edhe një luginë të tretë. "Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Edhe nuk e mbush asgjë tjetër gojën e njeriu vetëm se dheu, pra kur futet në varr për të varros. "Wa yatubu Allahu ala man tab." Ndërkohë që Allahu Azza wa Jall e pranon pendimin e atij që i kthehet atij pra me pendim, pra të sinqert. E pendimi, kthimi tek Allahu subhanahu wa ta'ala me adhurim, kthimi prej gjunaheve që kena bënë në shtrim dhe për ulje dhe dashni ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala është virtyt dhe cilësi e besimtarit të Allahu subhanahu wa ta'ala. Kur besimtari ndohet që i shkel saqet e Allahut Azza wa Jall, duke mos i kry urdhnat e Allahut Azza wa Jall, ai pendohet edhe i kryen këto urdhna. Qëndron para derës së Allahut subhanahu wa ta'ala si nevojtar, si një lyps, i përulur, i friksuar dhe me zemër të thyme, të sinqert, në mënyrë që Allahu Azza wa Jall ne pranon pendimin atij. Për pikave të pendimit është që është bërë që ky
kryer në mënyrë të menjëhershme. Sepse njeriu nuk e din se kur e befason vdekja dhe kur vjen atij xheli. Ndërkohë që Allahu Azza wa Jalla dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Kur'an dhe në Sunet na kanë nxitni që pendimin e kryer në mënyrë të menjëhershme sepse nuk e dina se kur na vjen xheli. Po ashtu pikë tjetër është na dina që gjithë secili për ne shkon në gabime, kurse edhe pendohet, kurse ideja është që vazhdueshmëria në gjinahe. Vazhdueshmëria në një gjinah apo në shumë gjinahe, me keni vazhdueshëm njeriu, atëherë kjo gjë është shkak për në ngurësu zemra jonë. Në u bë e zezë, zhurë, më vullos për zemrë. Edhe ma vonë kjo zemrë mos me dallu mes të kutës edhe të vërtetës, mos me dallu mes të mirës edhe së keqes. Në lidhje me këtë gjë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka thënë në hadith: Inal mu'mina idha adhnaba dhanban, kur besimtari i Allahut azza wa jall e bën një gjuna, kanat nuktatun sawda'u fi qalbihi, vendoset një pikë zezë në zemrën e tij. Fa in taba wa naza'a wastaghfara saqala minha. Nëse ai pendohet, hek dorën nga ky gjuna, edhe i kërkon falje Allahut azza wa jall, ai pastrohet prej kësaj pike të zezë. Po in zada zada, edhe nëse i shton gjunohet, shtohen të pikët e zeza në zemrën e njeriu, hatta yughallafa biha qalbuhu, derisa zemra e tij pejgamberi selam bëhet komplet e zezë. I mulojnë këto pikat e zeza komplet zemrën e tij. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Fadhalika ar-ranu alladhi dhakara Allahu fi kitabihi kalla bal rana ala qulubihim." E kjo është ajo vula, ajo pjesa që e mbulon në zemrën e të cilën përmend Allahu azza wa jalla në librin e tij: "Kalla bal rana ala qulubihim." Zemrat e tyre u vulosën, thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu mos na i bëj zemrat tona në atë lloj forme. E pra kjo zemër ka për të bërë sigur, e kur personi që bëhet kjo zemër gur e volosën, atëherë besimi i tij ka me dobësu, ka u largu prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo sepse siç e dina, besimi shtohet me adhurime edhe ulet me shkeljen e çështjeve te Allahu subhanahu wa ta'ala. E po ashtu ky familjarizim me gjunahin është një problem i madh, sepse duke e vazhdu muslimani me e bëhet gjunahin, familiarizohet me të i bëhet normale. Duke familiarizu, atëherë ai vazhdon me gjunahet e tjera me radhë. Sepse Allahu azza wa jalla shpirtin e njerit e ka bërë në formë të tillë që sa më shumë e bën një vepër, është më tepër lidhet me asaj vepre. Nëse një lidhet me veprave të mira, Allahu azza wa jalla ia lehtëson atij veprimin e veprave të mira, edhe nëse i ka pas të vështira më përpara. Nëse familiarizohet dhe i vazhdon veprat e këqija, atëherë zemra e tij ka me u lidh me këto gjunahet edhe çështjet shkelin në çështjeve të Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe ka me pas të vështirë që më nda prej këtyre gjunahe. E po ashtu dietarët kanë thënë që gjunahet janë rrugë që të çojnë për në mohim, për në kufër, për në mosbesim. Kur njeriu lëshohet në gjunahe, atëherë këto gjunahe i hapin derën njëra tjetrës, sepse gjunahet janë si motra me njëra tjetrën, i hapin derën njëra tjetrës derisa shejtani, Allahu na ruaj, të çojë njeriu deri në mosbesim, deri në dalje nga Islami. E pendimi për të cilin Allahu azza wa jalla ne na ka nxit është ai pendimi i sinqert, e tawbatun nasuh quhet. E për të pranuar pendimin jon, ky pendim i sinqert ka disa kushte, sepse jo çdo pendim pranohet. Ka disa kushte që i ka thënë Allahu azza wa jalla në Kur'an edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij. E para është që ky pendim e ka një sinqert për hir të Allahut azza wa jalla. Me ka një pendim i sinqert për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Shtysa jon te ky pendim me kanë dashninë e Allahut azza wa jalla. Me kanë shpresa për tek shpërblimi i tij. Me kanë frika prej dënimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Mos më synu njeriu për këtij pendimi diçka për pozitave të kësaj dynjaje, për interesave të kësaj dynjaje. Kjo është pika e parë edhe pika më e rëndësishme. Pika tjetër është njeriu me një keqardhje. Me një keqardhje dhe pikëllim mërzitje për këtë gjuna që ka bërë, zemra e tij me pas mërzitje për gjunahin që ka bërë. Në mënyrë që ky pendim e ka një sinqert për kundërit Allahut azza wa jalla. Pika tjetër është që
gjunahi që është duke bërë duhet me u ndërprej në moment. Duhet me u ndërprej në moment. Jo me thonë, unë po pendohem për të po ndërpres këtë gjunah më vonë. Unë po pendohem për se namazin ka me nisë më vonë kur të më bojnë Allahu Azza wa Jalla rizq. Unë po pendohem, po vazhdoj për shkelit sa që të Allahu Azza wa Jalla më rrallë. Ky nuk është pendim i sinqert, ky nuk është pendim të cilin Allahu Azza wa Jalla e pranon. Nëse njeriu ka braktisë disa prej urdhave të Allahut, mendimi i sinqert është që më i vepru këto urdhra të Allahut Azza wa Jalla. Nëse njeriu ka shkel saqet e Allahut, atëherë mendimi i sinqert është që mu largu prej këtyre saqeve të Allahut subhanahu wa taala me bëj një hap mbrapa. Kurse në rastin që gjunahi lidhet me faqet, me të drejtat e njerëzve, është kush që me i kërku halallekun njerëzve ose me ja kthy të drejtën në vendin që i takon. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Xhamati e nderuar, pikë tjetër prej kushteve të pranimit të pendimit është pashtu vendosmëria që mos me u rikthy muslimani në gjuna. E kjo vendosmëri është sinqeritet, që tregon që ky musliman është i vendosur në këtë pendim. Është i sinqert tek Allahu Azza wa Jalla për këtë pendim. Duhet me keni vendosur në mos me keni luhatur, ndoshta ka me vazhdu ose pa e vazhda. Ja, duhet me keni vendosur që gjunahi me e nal. Edhe mos jo vetëm me nal, por se edhe mos me u rikthy. Ndoshta ti rikthehesh më vonë, sepse njeriu është i luhatshëm. Ama zemra jote le të jetë e vendosur që mos me u rikthy në gjuna. Ti mund të rikthehesh atë të pendohesh te Allahu Azza wa Jalla 1 herë, 2 herë, 5 herë, 100 herë, 1000 herë, nuk ka gjë. Allahu Azza wa Jalla dera e pendimit është e hapur. Ama zemra jote të jetë e vendosur që ti të mos rikthehesh në këtë gjuna. Pikë tjetër po ashtu është që pendimi me u bë para se me u mbyll dera e pranimit të pendimit, sepse njeriu nuk i pranohet pendimit gjithmonë. Allahu Azza wa Jalla ka vu 2 caqe. Një cak i cili është i përgjithshëm për të ta njerëzit, dhe një cak i cili është i veçantë për secilin prej nesh. Caku i cili është i përgjithshëm për të ta njerëzit është që ky pendim u bë para se me lidhi nga perëndimi. Për këtë na ka treguar Allahu Azza wa Jalla në Kur'an edhe po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij. Na thot Allahu Azza wa Jalla: "Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayran." Ditën kur kanë marrë disa shenja të Zotit tënd, atëherë nuk do t'i bëjnë dobi askujt besimi i tij, nëse nuk ka besuar më parë apo nuk ka bën ndonjë të mirë me besimin e tij. E çfarë do shenjat e Zotit tënd? Na e ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, duke thënë: "La tazalu at-tawbatu maqbulatan hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha." Allahu Azza wa Jalla vazhdimisht e pranon pendimin e njeriu derisa të lind dielli nga perëndimi. فإذا طلعت طبع الله على كل قلب بما فيه. E kur të nojnë kjo gjë, atëherë Allahu Azza wa Jalla e vulos çdo zemër me atë çfarë kanë atë. Wa kufiya an-nas al-amal. Edhe njerëzve ju mjafton ato vepra që kanë vepruar më herët. Po ashtu thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Man taba qabla an tatlu'a ash-shamsu min maghribiha, taba Allahu alayh." Cili pendohet, ai cili pendohet para se me lind dielli nga perëndimi, atëherë atij ja pranon Allahu Azza wa Jalla pendimin. Kjo për sa i përket për të gjithë njerëzit. Kurse për sa i përket secilit prej nesh të veçantë është para se me ardh agonia e vdekjes, para se me ardh shpirti me dorë. Allahu Azza wa Jalla thotë në Kur'an: "Walaysa at-tawbatu lil-ladhina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahadahum al-maut qala inni tubtu al-an." Nuk pranohet pendimi atyre që vazhdimisht bëjnë këqija, vepra të këqija, shkelin saqet Allahut Azza wa Jalla, zhyten në kufit e Allahut subhanahu wa ta'ala, e kur ju afrohet aty në vdekja, atëherë të thonë: "Unë tani me të vërtet po pendohem." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë gjë ka thënë: "Inna Allaha yaqbalu tawbata al-'abdi ma lam yugharghir." Me të vërtetë që Allahu Azza wa Jalla e pranon pendimin e njeriu derisa të vijë atij shpirti për me dal. Në momentin që njeriu shef vdekjen e tij edhe vjen shpirti për me dal, atëherë atij i ka marruar fati i pendimit dhe rikthimit tek Allahu Azza wa Jalla. E pra, kur përmbushen këto 5 kushte, këto 5 kushte, të cilat ishin me kanë ky pendim i sinqert për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala,
me një njeriu keqardhje për gjunahin që ka ba, me ndërprej direkt atë gjunah që e ka vepru, me keni vendosën që mos me u rikthy ma në këtë gjunah, dhe pashtu këtë pendim me ken para se me ardh afati që nuk pranohet ma pendimit Allah Azza wa Jall. Kur përmbledhen këto pesë kushte të pendimit, atëherë Allahu Azza wa Jall e pranon pendimin e njëjtë, sa do ima me këtë gjunah. Thot Allahu Azza wa Jall në lidhje me kthimin tek Allahu Azza wa Jall në pendim, thot qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim. Thuaj, o robët e mi që i keni bë zullum vetvetes, i keni shkel saqet, i keni bë keq vetes duke i shkel saqet Allah Azza wa Jall, la taqnatu min rahmatillah. Mos e humni shpresën nga mëshira e Allahut Azza wa Jall, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Me të vërtetë që Allahu i falë të gjitha gjunahet, innahu huwal ghafurur rahim. Me të vërtetë që është falës i madh dhe mëshirë plot. E pashtu Allahu Azza wa Jall na tregon në një ajet tjetër duke thënë: "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah." Kush bën ndonjë vepër të keqe ose kërkon veten e tij me gjunah, thumma yastaghfirillah, edhe panaj i kërkon falje Allahut Azza wa Jall, yajidillah ghafuran rahima, atëherë i ka me e pa se Allahu Azza wa Jall është falës edhe mëshirë plot. Prandaj muslimani ose njeriu duhet me shpejtu tek pendimi për tek Allahu subhanahu wa ta'ala, me i pendim të sinqert për atë sa ka jetë, para se me befasua të vdekja, duke mos pas ka mundësi me shpëtu prej mëkateve dhe gjunaheve dhe caqeve të Allahu subhanahu wa ta'ala.